ne sot vetëm e konstatojmë vetë përjashtimin e tij pra nga Vleni. Koalicioni Vlen pas mbledhjes së saj ka deklaruar qëndrimet e saj për pozicionimin e kryetarit të Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari për pjesëmarrje në zgjedhjet lokale. Njëri nga liderët e Vlenit, Izet Mexhiti, në konferencën e sotme për shtyp, tha se më herët e kanë vrejtur se Taravari ka bashkëpunim me BDI-n. Sipas tij, këto negociata kanë pasur për qëllim përçarjen e Vlenit dhe shpëtimin e BDI-s, e cila është në vdekje klinike. Mexhiti tha se vendimi i djeshëm i Taravarit nuk ka mbështetjen edhe të vetë antarëve të tij. Tashmë nuk është e fshehtë nga koalicioni Vlen e ka vënë re qysh më parë se ka negociata ndërmjet zotit Taravari me zotin Ahmeti me përzierje të eksponentëve të caktuar nga oligarkia. Këto janë bisedime që janë zhvilluar tashmë disa muaj. Qysh përpara se zoti Taravari të publikonte vendimin e tij në kundërshtim me pjesën tjetër të partnerëve të Vlenit për mënyrën e garimit në zgjedhje. Është e qartë se këto negociata kanë pasur për qëllim përçarjen e koalicionit Vlen dhe rikthimin nga vdekja klinike të BDI-s. Cili ishte çmimi i këtij operacioni dhe a ia vleti, kjo do të merret vesh shumë shpejt. Sidoqoftë, koalicioni i ndryshimit Vlen vlerëson se vendimi i mbrëmshëm i zotit Taravari, pasi që ishin konsumuar krejt argumentet dhe ofertat për të mbajtur ata në garën e përbashkët zgjedhore, është pa mbështetjen e votuesve të sinqert të Aleancës për Shqiptarët, po as të funksionarëve partijak të cilët para më pak se një viti e mbështetën vendimin e drejtë të ASH-s për të shkëputur nga partia e listës së ZES, që tashmë po fundoset dhe po merr me vete edhe shumë viktima. BDI-ja nuk shpëton pavarësisht gomave rezervë që mund t'i hidhen nga eksponentë të ndryshëm politik. Koalicioni i ndryshimit Vlen vlerëson se vendimi për të dalë në zgjedhje me lista të ndara për këshilltar, kur ajo ishte një temë e absolvuar në Vlen, nuk është i bazuar as në qëndrimet e bazës, as në opinionet e votuesit të ASH-s, e as në sondazhe të paanshme. Ky është një vendim i marrë për interesa të BDI-s, të cilët publiku do t'i kuptojë shumë shpejt dhe për të cilët zoti Taravari do duhet të jep shpjegime përpara shqiptarëve, por edhe para votuesve të Vlenit. Pavarësisht kësaj, koalicioni Vlen sot ka vendosur që të garojë në zgjedhje bashk edhe me lista për këshilltar, edhe me kandidat për kryetar komunash, ndërsa në ditët në vijim do të kemi edhe themelim të shtabeve të Vlenit për të garuar bashkarisht në zgjedhjet e ardhshme lokale. Në ditët në vijim do t'ju informojmë edhe për riorganizimin politik të strukturës dhe për strategjinë e Vlenit për zgjedhjet e ardhshme. Me këtë rast, u bëjmë thirrje të gjithë antarëve, simpatizantëve, votuesve dhe funksionarëve të Aleancës për Shqiptarët, që të distancohen nga politikat e përçarjes të zotit Taravari, e sponsorizuar nga BDI-ja dhe oligarkët tjerë, dhe të qëndrojnë në koalicionin e ndryshimit, sepse vjeshta sjell një fitore të re dhe një skenë të re politike. Me atë ai u largu, ai dëshmoi që është në koalicion me Bashkimin Demokratik për Integrim, ai don ta luajë rolin e viktimës. Ne sot vetëm e konstatojmë vetë përjashtimin e tij pra nga Vleni.